Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim pranë gjykatës së shkallës së parë 3 për të pandehur të akuzuar për ndikim të paligjshëm në procedurën e transferimit të një të dënuari. Konkretisht, SPAK ka dërguar për gjykim Zef Malin, Kreshnik Domin dhe Jemine Çokun, të tretë akuzuar për veprën penale ushtrimi ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike. Sipas SPAK, hetimet për këtë procedim penal nisën mbi bazën e akteve që u referuan nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore. Përmes veprimeve hetimore, përdorimi metodave speciale të hetimit dhe administrimit të provave u dokumentua fakti penal, sipas të cilit i pandehuri Zemali në bashkëpunim me të pandehurin Kreshnik Domi i ka kërkuar dhe marrë të pandehurës së Jemine Çoku një përfitim të parregull prej 20.000 eurosh, në kohën kur Zef Mali ka kryer këtë veprim mbante detyrën oficeri i shtabit për menaxhimin e forcave në Gardën e Republikës dhe Kreshnik Domi ishte një lidhje shoqërore e tij. Sipas hetimeve bëri të ditur SPAK, ata i kanë premtuar dhe siguruar të pandehurës Jemine Çoku se do ushtrojnë ndikim të paligjshëm tek funksionarët e Ministrisë së Drejtësisë për të ndjekur procedurën e transferimit në Shqipëri të vëllait të saj, shtetasit shqiptar Kujtim Çeliku, i dënuar me burg në Republikën e Turqisë për të vuajtur pjesën e mbetur të dënimit. Konkretisht, nga muaji janar deri në tetor të vitit 2025, në të cilën ishin në zhvillim procedura e personit të dënuar, të pandehurit Zef Mali dhe Kreshnik Domi kanë mbajtur kontakte të vazhdueshme me të pandehurën Jemine Çoku dhe me familjarët të saj, duke i siguruar se ata kishin mundësi të ndikonin te funksionarët e Ministrisë së Drejtësisë. Për këtë qëllim, sipas SPAK, e pandehura Çoku u ka dhënë të pandehura shumën 20.000 euro si përfitim i parregullt. Gjatë hetimit është evidentuar gjithashtu fakti i fillimit të ndjekjes së procedurës ligjore të transferimit nga ana e Ministrisë së Drejtësisë për shtetasin shqiptar Kujtim Çeliku për të shlyer pjesën e mbetur të dënimit në Shqipëri.